Ky emision mundësohet nga Konrad Albania. Mirëmbrëma. Ky është emisioni Fije Jete dhe sot quhet Fjet që priten. E ke parasysh atë momentin që ti përpiqesh shumë, por nuk merr atë që do, ose atë që ti ke nevojë. Në pamjet para zjes ka ndryshuar, por gjërat nuk janë si më parë dhe këtë fillon e kupton gradualisht. Gati me një lloj sikleti që as vetë se shpjegon. Ke parasysh sinjalet e trupit që përpiqen të t'japin mesazhe të qarta, po ti nuk e sy për t'i lexuar, nuk e vesh për t'i dëgjuar. Sepse jeta dhe ritmi i saj të rrëmbejnë. Fjalët nuk rrjedhin si më parë. Janë korrekte, janë sakta, por mungon fuqia. Dhe ti fillon të ndjesh që po bën një gjë se duhet bërë. Me aq pak sa të ka mbetur nga vetja, me aq pak energji, gati duke u tërhequr zvarr. Dhe është një lloj lodhi që ndoshta të tjerët nuk e shohin, po e sheh ti, e ndjen ti, e vuan ti. Natyrisht, nuk është nga ajo dhe lodhi që të shemb në tokë, po të kurr. Të bën ti bësh disa gjëra duke u lodhur, duke u e shtyr shumë veten. Të heq dëshirën për atë që ke dashur dikur. Derisa një ditë kupton që si më e plot brenda asaj që dikur buronte organikisht. Dhe kjo ndodh pa zhurmë. Fillon gati t'jetoj me paterica, me aq sa mundet dhe ti e sheh, ti e ndjen. Dhe nëse e kupton që është kështu, nuk po mban më të njëjtin nivel. Të njëjtin nivel të asaj që ke dashur dhe ke bërë me shpirt. Dhe ky është momenti më i vështirë. Momenti që të pranosh që, po, lodhja afekton shumë, e prek shumë cilësinë e asaj që bën. Ndonjëherë të ndalosh është mënyra e vetme për të mos ta dëmtuar diçka. Ky është episodi i fundit i Fije Jete. Ndaj quhet Fije që priten. Sepse ka ardhur momenti që disa fije të priten në emër të dashurisë dhe respektit për punën, radion dhe ty që dëgjon. Nuk e di nëse ta kam thënë, po përgjatë rrugtimit tim si profesioniste kam pasur një mentore e cila ka qenë për mua një nga figurat më të rëndësishme në jetën time. Më ka ndihmuar të rritem profesionalisht dhe të jem kjo që jam. Ajo jeton në Amerikë shumë vite. Të martën që shkoj, më telefonoi, kishim kohë pa dëgjuar. Edhe më thot, a je mirë? Dhe unë sigurisht ja përgjigjen që u japim njerëzve që jetojnë larg. Mirë, pse pyet? Dhe e fillon të pyesi për gjithë familjarët e mi. Dhe pastaj thot, sepse po të dëgjoja mbrëm. Edhe më shqetësova. Dhe ky ishte një alarm që më bëri të mendoj që lodhja ka filluar të prek edhe këtë dimension të jetës time që është puna këtu në radio. Ndaj, për disa kohë, do mbetemi tek fijet që priten. Sepse ka ardhur ai momenti që nuk ka një emër fiks, nuk ndodh në një ditë të caktuar, thjesht ndodh. Kur nuk vjen më natyrshëm apo kur përgjatë emisionit shihet ora,
Në fillimet e mia kjo nuk ndodhte kurrë. Dhe pavarësisht se njerëzit thonin, jepnin komente pozitive, bënin pyetje pozitive, pavarësisht se si shkon ke tjetri, është shumë e rëndësishme dhe se si e jep ti, se si e japun. Ai momenti kur mbaron emisioni dhe s'mbetet asgjë, kjo është shumë e rëndë për dikë që ditë kuptoj sinjalet që trupi dhe mendja jep. Sepse nuk është çështja e dua më këtë emision, a e dua më radion. Pyetja e vërtetë është sa jam unë në këtë emision dhe në këtë radio. Sepse ka një dallim të vogël. Të bësh diçka është thjesht pjesë e saj, thjesht tërësisht pjesë e saj. E nëse e kupton që nuk përket më, është mënyra më e ndershme të pranosh me një lloj prullësie që ndodh që ka ardhur momenti të pranosh që nuk je më. Përkohësisht. Dhe ndoshta dikush e quan dështim. Okej, le ta pranojmë. Unë dështova. Sepse nëse nuk e dëgjojmë këtë zë, në çdo proces të jetës, se jam e bindur që ti po dëgjon nga makina, nga zyra, nga shtëpia, e njeh lodhjen. Dhe unë e di që ka punë që bëhen sepse duhet të jetosh, duhet mbjetosh. Dhe e kuptoj që nuk ka luksin kjo punë që bëhet për të jetuar dhe për të mbjetuar, për të ikur prej saj. Po nuk ishte kështu ky emision. Këtu po flasim për dashurit. Për dashurit për atë që bën, për dashurit për punën, për aq pak segmente në jetë sa gjërat bëhen me dashuri. Dhe për këto segmente që gjërat bëhen me dashuri, ndoshta ja vlen që të ruhen pikërisht në emër të dashurisë. Sepse ka kaq pak gjëra për të dashur në këtë botë. Ka kaq pak momente të bukura sa këto që janë ose që në këtë rast për mua është. Do doja mos ta infektoja me gjëra që i përkasin si të gjithë njerëzit, mbi jetesës sime apo jetesës sime. Kështu që në momentin që këto simptoma janë të vogla, siç është lodhja, siç është parja e orës, siç është një telefonat që vjen nga larg për të pyetur si je, sepse s'mu duke mirë në emision. Nuk ka të bëjë me dëshirën, nuk ka të bëjë me mungesën e dëshirës. Ka të bëjë me dashurinë, me nevojën për ta bërë diçka me dashuri. Gjërat ndoshta nuk ndryshojmë ne brenda tyre. Dhe kjo është ajo pjesa që dhëmb, sepse çdo gjë vazhdon të jetë njësoj. Por ti, unë, brenda kësaj gjëje që mbetet njësoj, ka humbur ritmi i bukur, nuk ka më gjallëri. Dhe në këtë pikë nuk është më çështje përpjekjesh, është çështje qartësie, ta shohësh qartë. Sepse disa gjëra nuk shuhen me njerë, shuhen në mënyrë graduale. Dhe ndoshta kjo është dilema, ta lësh të shuhet në mënyrë graduale, apo të shuhet për pak kohë, që nëse është për të rindezur, le të rindiset. Bashkëshoqëruesja ime në këto emisione Heidi, që është një dëgjuese shumë e mirë, do na vër këngën e Lara Fabian, Adagio. Rikthehemi në emisionin Fije Jete. Sot është episodi Fije që pritën. Përgjatë këtij rrugëtimi reflektiv për të kuptuar çfarë bëhet në emër të dashurisë për diçka,
Ka disa gjëra që ndonë se janë prekur në emisionet e shkuara, janë procese që kanë shoqëruar, më kanë shoqëruar, të kanë shoqëruar në shumë vendimarrje. Ndaj edhe në këtë emision do doja të ndaleshim ke disa momente që prekin njeriu gjatë kohës që merr vendime të caktuara. Dhe një nga momentet ose një nga konceptet është humbja. Si e kupton që po humbet diçka? Kur e kupton që diçka ka mbaruar, është fikur, është shuar? Fillon e kupton kur ka një si boshllëk të lehtë që nuk e shpjegon dot. Kur shoqërohet me heshtje të gjata, heshtje brenda asaj që dikur ishte shumë e gjallë. Dhe këto vinë me momente të vogla, vinë gradualisht. Sepse ne, siç thot një psikoterapist i njohur, ne nuk kemi frikë vetëm nga humbja. Sepse ai vend, ajo punë, ai emision, ajo marrëdhënie, të ka dhënë një lloj statusi, të ka dhënë një lloj rëndësie. Ti ke njohur veten brenda diçkaje që për ty ka qenë shumë e rëndësishme. Dhe ta humbasësh, padyshim që të lë një boshllëk shumë të madh. Por kjo është çështja. Të pranosh të jetosh në një boshllëk shumë të madh, të jetosh në një ankth të vazhdueshëm, të jetosh pa motivin për të zgjuar në mëngjes, apo të pranosh që po, ndodh që në jetë edhe humbasim. Sa më shumë e mbajmë një gjë, sa më shumë e zgjasim, e shtyjmë, ne harrojmë që gjithsesi humbasim. Humbasim kohën që mund ta kishim jetuar ndryshe. Punën që mund ta kishim bërë ndryshe. Njeriun që mund të kishim trajtuar ndryshe. E vërteta është që fundet, humbjet nuk janë të bukura, por nuk janë as dramatike, sepse janë pjesë e jetës. Dhe çdo fund të sjell një version të ri të vetes, do pak kurajo natyrisht sepse ti nuk e di cili është ai version. Po e sigurt është që është një version më i bukur. Është një version pak më i qartë. Dhe gjithmonë njerëzit luhaten mes të humbas veten atë që di të bëj mirë, ose pretendohet që e bëj mirë, apo të rigjej veten për te asaj që di të bëj mirë. E ndoshta për të rikthyer për ta bërë edhe më mirë. Sepse humbja nuk ka të bëjë vetëm me atë që le, po ka të bëjë me atë që je, ose atë që nuk je më. Nuk je më në një marrëdhënie të shëndetshme. Dhe kjo dëmton të gjitha palët. Sepse nuk është gjithmonë ndarja, po humbja ajo që dëm shumë. Është kalimi në një gjendje kur ti se kupton pse ndodhi. Dhe nëse vazhdon rri në një marrëdhënie që nuk është më e shëndetshme, vazhdon helmohesh dhe s'ke për ta kuptuar ndonjëherë. Sepse rri mes dy gjendjeve, mes asaj që ke ngecur dhe asaj që mund të jesh e lirë. Nuk je as brenda as jashtë, dhe kjo sjell një konfuzion shumë të madh. Kjo është pika më e paqëndrueshme. Borges është një shkrimtar argjentinas fantastik. Thotë që ndoshta humbja nuk është ajo që ti ikën. Është ajo që ti nuk kthehesh më siç ishe. Natyrisht, kryimi nuk është vendim impulsiv. Sepse vendimet impulsive nuk të ndihmojnë. Ato gati thellojnë shumë proceset e paqartësisë. Kështu që të ndjesh lodhje, të duash të shpëtosh, të duash të marrësh frymë ndryshe, është pjesë normale, por ka nevojë për kohën e vet për të pjekur. Që të mos kesh asnjë keqardhje për atë që bën. Të humbasësh
dikë, një vend pune, çfarë do të jetë, nuk kërkon të reagosh në mënyrë të menjëhershme. Sepse të ikësh me vrap, nuk kupton as vetë se çfarë bën. Ka nevojë për kohë, të procesohen, të fliten, të kuptohen gjërat. Dhe ndonjëherë para se ta humbasësh diçka, kërkon një sfidë shumë më të madhe. Të rrish aty. Të rrish me ndjesin, ta përjetosh ndjesin, përpara se ta kesh mbyllur. Sepse vërteta është që shumë gjëra mbarojnë brenda nesh, shumë më herët se sa i lëm. Dhe ka një lloj nevoje njeriu që t'i kuptoj gjërat. Ajo që ndodh hajde zakonisht mbas përjetimit të humbjeve, kemi një koncept tjetër që është dështimi. Kur fillon dështimi? Kur ndjejmë që kemi dështuar? Disa njerëz në përpjekje për të shmangur dështimin, arrin në mjedise që su pëlqejnë, në shoqëri që su pëlqejnë, në marrëdhënie që su pëlqejnë, dhe në përpjekje për ta minimizuar ndjesinë e dështimit, i kanë vënë një emër tjetër. Përkushtim. Mendojnë që i përkushtohen një punë, i përkushtohen një marrëdhënie, i përkushtohen një shoqëri, ndonë se ndjen bosh, ndjen të pavërtet, ndjen të vdekur brenda se marrëdhënie. E vërteta është që kjo është shmangje, frikë për ta parë dështimin në sy. Dhe unë nuk e di nëse është dështim të lësh diçka që nuk funksionon, apo të rish në të. Ti si mendon Ajde? Dështimi nuk të shmang vetëm dhimbjen. Dështimi të përballë edhe me atë që ti nuk ke fuqi të bësh. Ose ke fuqi të bësh. Sepse të dish që diçka nuk është më siç ka qenë dikur. Kërkon që të merret një vendim, të bëhet një ndryshim, të ketë një reagim, dhe natyrisht që vendimet kanë kostot e tyre. Ndaj dhe shumë njerëz në përpjekje për të shmangur dështimin, arrin. Në përpjekje që të mos quhen që kanë dështuar, arrin. Jo duket sikur është më e lehtë të rrin. Ajo që ndodh në fakt është kur je në një situatë ku ti vdes avash avash. Thjesht ti merr një vendim që nuk të ndihmon as ty dhe as kënd, dhe vendimi është që me çfarë ngjyre do shkosh drejt vdekjes. Çfarë kuptimi do t'i japësh jetës? Çfarë shihesh të provosh? Këta njerëz shkojnë drejt vdekjes të krusur nga dhimbja, me dëshpërimin e humbjeve të jetës, jo humbjeve të përgjegjësisë. Dhe natyrisht ka një lloj keqardhje sepse nuk shpëtuan as veten, as tjetrin, dhe në këtë rast ndoshta as cilësinë e misionit. Dështimi është i dhimbshëm. Është i vështirë dhe të pranohet. Edhe kur askush nuk e sheh. Edhe kur nga jashtë gjithçka duket në rregull. Si puna e makinës bukur, që të gjitha admirojnë kur e shohin. Pak e din se sa është vuajtur për të shkuar, për ta blerë atë makinë, ose për ta pasur atë makinë. Ose si puna e saj, aty pozicionit që njerëzit admirojnë për së largu, pa e ditur se sa shumë dhimbje ka, sa shumë heqje dorë nga jeta ka të mbash atë pozicion. Dështimi është pjesë e jetës. Ndoshta një nga pjesët më rritëse të jetës. Nuk është më e bukur, sidomos në momentin kur ndodh ka dhimbje, ka shumë dhimbje, por nuk është më e bukur. Por një perspektiv pak më afatgjatë, kupton se shumë të ka mësuar. Ndoshta është momenti të kalojmë në një këngë tjetër, që kemi vendosur të jetë Leonard Cohen. Here it is. Okej, faleminderit, hajde.
Rikthehemi në emisionin Fjejeta. Po flasim për proceset e humbjes. Dhe jemi në pikën ku po flasim për dështimin, sepse dështimi nuk është të humbasësh diçka. Dështimi vërtet është kur ti vazhdon rri aty ku ka humbur gjithçka. Aty ku ti e gënjen veten që ka përkushtim. Është thjesht që ti shtyn të shohësh të vërtetën siç është. Humbet kuptimin. Dhe gati jeton me dëshirën për të mos ta dashur me jetën. Dhe në atë shtyrje që ti bën kur kuptimi ka humbur, thjesht në emër të mos pranimit të dështimit. E në gjuhën e psikoterapisë quhet vetvrasje simbolike. Zakonisht çdo dështim shoqërohet me ndjenjat e fajit. Dhe faji bashkëqërohet shumë i intensiv gjatë gjithë procesit. Sepse mendoj që mund të kisha bërë ndryshe. Mund të isha përpjekur ndryshe. Mund të kisha punuar ndryshe. Mund të kisha komunikuar ndryshe. Fajt ndonjëherë është një nga emocionet më helmuese. Sepse çfarëdo zgjedhje që të bësh, do provosh në një faj. Të rrish në një vend ku ka humbur kuptimi, të dalësh nga një vend që ka humbur kuptimi. Jo tërësisht në rastin tim. Të mbyt faj. Dhe shpeshherë, faj nuk është për atë që ke bërë, por faj është për atë që nuk arrin dot ta bësh, ashtu siç i do doje ta bëje. Dhe kjo bëhet shumë e vështirë për të kuptuar, sepse kur ka një gabim ti e di se çfarë mund të korrigjosh. Por kur nuk arrin dot kapen, të kuptohen gabimet. Të kuptohet kush ishe, kush je. Është e vështirë të gjesh se çfarë duhet rregullosh. Tendisit e fajt japin një iluzion kontrolli. Duke mos ikur, ke iluzionin e kontrollit që nuk po shgënjen, apo po shen në i palë me lot. Duke ikur, ke një iluzion kontrolli që gjërat do vazhdojnë si që ishin, ndoshta dikush tjetër do vi të zëvendësoj, ndoshta në një moment tjetër do vi koha që të merret gjallëria e nevojshme për këtë emision. Po faji gjithsesi nuk ndihmon. Natyrisht është emocion të jeti kuptueshëm pse ndodh. Ka nevojë të ngacmoj të menduarin, analizën, të përpiqet të justifikojë. Por nuk të lë të lëvizësh. Sepse ajo që ne përpiqemi ta ruajmë përmes fajit dhe nuk e pranojmë në mënyrë të vetëdijshme. E beson ose jo, pa vetdia jote, arrin ta drejtoj, arrin të jap sinjalet, arrin të udhëheq. Dhe unë nuk do doja të rria thjesht sepse kështu duhet të jetë. Por sepse duam që të jetë. Momentin kur fillojnë ndjenjat e fajit, vjen momenti për të marrë një vendim. Dhe vendimi është për çfarë do kujdesesh. Më shumë për veten, më shumë për tjetrin, më shumë për të gjithë. Shpeshherë faji ngatrohet me përgjegjësinë. Patjetër që ka përgjegjësi. Gjithë kemi përgjegjësi ndaj gjithkujt. Hajdi ka ndaj meje, unë ndaj Hajdit. Ndaj atyre që na dëgjojnë. Por nuk mundet që të përkthehet përgjegjësia si thik, thjesht për të të mbajtur varur, peng diku. Të kuptojmë drejt, askush s'po mban varur dhe peng. Por siç u thash në fillim të emisionit, u përpoqja të zgjeroj konceptet në jetë. Aty ku ka jetë,
Kështu që njerëzit që duan të krijojnë sa më pak viktima, marrin përgjegjësi. Përgjegjësia çon në veprim. Veprimet kanë pasoja. Le të shohim cilat do jenë pasojat për të gjithë ne. Disa vendime nuk janë të vështira sepse janë të gabuara, por sepse pavarësisht se janë shumë të sakta, kanë kosto të lartë. Dhe po, ndonjëherë edhe me vendimet e sakta dhe me vendimet e duhura, edhe me faktin që mund të jesh i ndershëm tërësisht, nuk e shmang dot të ndihesh keq. Kjo nuk e bën vendimin të gabuar. Kjo e bën vendimin thjesht një vendim. Si thua Heidi Burr, dance me to the end of love. Ky është emisioni Fije Jete. Jemi në momentin që të flasim për pranimin e vendimeve të mëdha apo të dështimeve të mëdha. Pranim nuk do thotë dorëzohesh. Pranim do thotë kundërshtosh atë që ti e di. Jo se gjërat janë në rregull, po sepse s'ka më kuptim të shtyhen më. Pranimi është ai momenti kur strukesh, mendohesh gjatë dhe fillon të vësh një paqe me veten. Pranimi nuk ka zhurmë, nuk është një moment i jashtëzakonshëm. Ndonse për jetën e njeriu është një moment ndritshimi që e kupton të vërtetën. Pranimi është në ato momente kur ti ndalon të kërkosh arsye pse ndodhi, si ndodhi. Ndonjëherë gjërat thjesht ndodhin. Ndonjëherë nevojë më shumë nga rezistenca që i bëjmë për të kuptuar dhe për të pranuar realitetin sesa nga vetë realiteti. Ajo që ti pranon, që e pranon që, okay, ky është dështim. Unë jam njëri me këto limita. Unë jam njëri me këto kufizime. Të jep një shans që të mos përpiqesh më të kontrollosh asgjë, as suksesin, as ndjekësit, as cilësinë. Dhe kjo po, mund të jetë çrruese. Nuk është gjithmonë një ndjenjë e bukur. Nuk është ndonjëherë një lehtësim më i hershëm. Është thjesht një lloj qartësie. Dhe kjo qartësi t'i jep një efekt të çuditshëm në trup. Çdo gjë jote fillon qetësohet. Frymarrja, aritmia. Mendja nuk kërkon më rrugëzgjidhje, nuk ka më sherrë me veten. Pranim nuk do të thotë që ti nuk e do më diçka, ti nuk e vlerëson më diçka. Është që ti jep fund iluzionit që mund të bëje diçka më shumë. Çështja është nuk është që të ngrim pyetjen çfarë dua të ndodh. Po cila është e vërteta ime? E vërteta ime tani. Për mua, për ty. Për atë që duhet bëjmë me dashuri. Sepse disa qartësi nuk vinë kur i gjejmë përgjigjet. Vinë pikërisht kur ndalon së kërkuari përgjigje. Aty ku ti nuk më analizon më, nuk fajson më veten, nuk fajson më tjetrin, por pranon. Si themi lam të mirë. Dhe nuk themi lam të mirë se nuk kanë më gjërat vlerë, po sepse nuk mund t'i mbash më, si që ke nevojë, si që ke dashur t'i mbash një jetë. Dhe një lam të mirë ndershme, nuk e di si bëhet duke u shpjeguar shumë, duke u justifikuar shumë, duke u zgjatur pafund. Ka ndonjëherë në një mënyrë të bukur për të thënë lam të mirë? Sido që t'jetë ajo. Ka ndjesi të habitshme aty brenda.
Por lamtumirat kur vinë në kohë, e di për çfarë të ndihmojnë? Të ndihmojnë të ndalosh diçka pa e kthyer në urrëtie, pa e kthyer në bezdi, pa e kthyer në barr, pa e shkatruar, pa e zhvlerësuar. Lamtumirat e ndershme sigurisht që nuk janë të gjata. Nuk janë të bukura, nuk janë të lehta. Janë të qarta. Ndoshta jo të gjithë janë të qartë, po të paktën kur dikush jep lamtumir, të paktën do ta ketë qartë vetë se përse po jep lamtumirën. Një lamtumir apo një ndarje ndershme nuk është ajo që të thëmë më pak. Është ajo që nuk gënjen as veten dhe as kënd. Dhe ndoshta gjëja më e ndershme për të thënë është që unë nuk mundem më. Nuk kam më fuqi. Jo sepse nuk ka vlerë, po sepse nuk po mund t'i përgjigjem asaj që është e nevojshme. A është kjo dobësi? Edhe unë mendoj si Heidi që nuk është dobësi. Sepse ndoshta është më e lehtë të vazhdosh më gjatë, por duke humbur kuptimin, duke humbur shijen, duke humbur bukurinë, duke humbur ritmin, duke humbur gjallërinë, duke e shtyr. Dhe t'i japësh pak nga ajo që është e rëndësishme për ty. Po anë që është pak, ti nuk e ruan cilësin, ti e ul cilësin. Sepse ajo që shtyhet për te kohës së vetë, fillon të deformohet. Dhe në ka pas diçka që ky emision ka dashur, është të mos deformoj asgjë, të mos imitoj asgjë, të jetë krejt i ndershëm dhe i vërtet. Që nga konstrukti, që nga mënyra se si u konceptua, se si u punua, se si është punuar, pra të ndalosh në kohë nuk do të thotë që u braktis. Nuk do të thotë braktisja, është respekt për atë që ka qenë. Sepse po ka gjëra që janë bërë mirë. Dhe janë bërë mirë sepse ka pasur krejt qenien aty. Ka pasur një impenjim që vinte organik. Dhe pikërisht momenti që ti kupton që gjërat nuk janë njësoj. Nuk mund të shtysh. Dhe ky vend, kjo radio, ky emision, ka qenë një nga ato gjëra për mua, të cilat buronin mendime që përplaseshin, diskutime, shkrime të gjata, redaktime të gjata, kohë të gjata puna. Dhe pikërisht për këtë, ky emision do marr ca pushime, sepse duhet jeti plot dhe të ruaj atë që ka qenë e rëndësishme që nga gjeneza. Hajde, unë kam përshtypjen që ky është një nga ato momente që ne do dëgjojmë një këngë që apo De Pedro. Përfitëroj që nesër dielli do dalë sërish. Në rrugët ku ti ecën, kamarierët do vazhdojnë të të përshëndesin. Ti do porosisësh kafen e mëngjesit. Do të vipoj njësoj. Qepenat e një dyqani do ngrihen. Në shkallët e një pallati ku ti do kalosh, do vazhdoj të ndihet era e gatimit. Disa fëmijë do shkojnë në shkollë, disa në pushim. Trafiku do vazhdoj të jetë i ngjeshur. Takimet e punës do vazhdojnë të jenë aty. Agjendat plot. Sfidat e jetës
ca i di, ca nuk i di. Do jenë duke të pritur aty. Sepse kjo është jeta. Jeta vazhdon, pavarësisht gjithçkaje. Dhe kjo është e bukur e jetës. Kjo është një moment që unë dua të ndalem të bëj disa falënderime për ty që ke dëgjuar qoftë rregullisht apo rastësisht. Për ty që ke shkruar, që ke ndarë gjëra personale, pa e ditur se kush është në anën tjetër. Për studentët në auditora, që ngrinin pyetje për koncepte që janë trajtuar në emision, për ata në për korridore, që ndalonin për të falenderuar. Sigurisht disa pyetje nuk kanë qenë gjithmonë të lehta. Madje fal tyre disa emisione janë bërë. Do të falenderoj gjithë ata që kanë pasur kuriozitetin dhe durimin për të mos kërkuar përgjigje të shpejta. Për ata që kanë dashur të dinë më shumë, që nuk janë mjaftuar me atë që kanë dëgjuar, po kanë kërkuar dhe kanë dashur të lexojnë dhe të kuptojnë. Për pacientët që vinin sfidues për të që ishin jo shumë dakord ose pjesërisht dakord me atë, me mënyrën se si unë e kisha trajtuar një koncept në një emision. Kjo është pasuri. Kolegët, ata që e ndiqnin e kanë ndjekur, ndoshta po e ndjekin, dhe jepnin komentet e tyre. Sigurisht edhe ata kolegë që kur nuk kanë dhënë asnjë koment. Dhe të gjitha këto ngjyra jete, këto ngjyra njerëzish, më kanë frymëzuar mjaftueshëm për të hyrë në territoret të panjohura, pavarësisht se sa sfiduese ishin idetë, të cilat kur nuk kanë pasur qëllimin që njerëzit të binin dakord dhe të ishin tërësisht dakord. Qëllimi vetëm ka qenë të kuptohej, të sfidoheshin disa bindje. Falenderim për një njeri të veçantë që ka pasur durimin të redaktoj me shumë durim të gjitha shkrimet për emisionin Fije Jeta, për stafin që ka mbajtur Instagramin, që ka bërë tërësisht në mënyrë vullnetare. Falenderim për stafin e radios, studiot në Tiranë dhe në Prishtinë, për hapësirën, për besimin, për durimin. Falenderim për njeriu që më ftoi në këtë emision. Falenderim për Hajdin. Dhe unë në këtë moment e mbyll me këto falenderime, sepse do doje që tani në fund të vendosnim një këngë që është ka element gazmor, ashtu si që ta është, sepse si që përmenda pak më parë, nesër do ketë sërish diell, dhe të gjithë do zgjohemi me hormonin e kortizolit shumë të lartë, hormonin e stresit, sepse kemi ditë përpara. Të falenderoj që më ndoqë. Do doja të të përshëndesja me këngën Always Look on the Bright Side. Dëgjohemi së shpejti. Ky emision mundësohet nga Konrad Albania.